Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 33 të pandehur, pjesë organizatës kriminale Çopja në Elbasan. Në mesin e tyre janë edhe drejtuesit kryesor të grupit, vëllezërit Franc dhe Hajdar Çopja, të cilët ndodhen në kërkim, si edhe emra të njohur të botës së krimit si Talo Çela. Sipas PAK, organizata Çopja akuzohet për një sër veprash të rënda penale, përfshirë 6 vrasje me pagesë, të Endrit Alibej, Arben Dylgjerit, shtetasit turk Erdal Dyranaj, Klevin Bahos, Andi Zylifit dhe Klevis Kaplanit, 16 atentate të dështuar ndaj rivalve në trafikun e drogës, tentativa për vrasjen e Kej Piku dhe Ifran Azizi, sigurimin e kushteve për vrasjen e kundërshtarëve Erion Alibej dhe Nuredin Dumanit, pjesëmarrje në supergrabitjen e Rinasit, trafik ndërkombëtar të kokainës dhe pastrim parash përmes investimeve në ndërtim. Gjithashtu klani Çopja akuzohet edhe për korrupsion në drejtësi, përfshirë gjyqtarë në pajtim me Fetau për të mbyllur dosjet e tyre kriminale ose për të rënduar pozitën e kundërshtarëve. SPAK thot se pas fuqizimit të grupit në trafikun ndërkombëtar të drogës në vitin 2018, organizata nisi eliminimin sistematik të rivalve përmes vrasësve me pagesë, ndërsa fitimet e krimit investonte në pasuri të paluajtshme në Shqipëri dhe korruptim të zyrtarëve të drejtësisë.